Çfarë bëhet? Keni lutë një herë me pantonime, duhet keni lutë besoj. Shumë bukur. Ke vurë që kur ke ti radhën me gjet fjalën, ty nuk shkon mendja për çamet, kurse kur duhet më shpjegoj të tjerëve fjalën, ti frustrohesh pse s'po e gjejnë tjerët. Me pak fjalë, kur ti nuk e di fjalën, fjala është e vështirë me u gjet, kurse kur ti e di fjalën, fjala është e thjeshtë me u gjet. Këtë quajmë mallkimi i njohurisë, dhe është gjë shumë e vërtetë. Për ju që jeni në shkollë akoma, duhet keni një zysh në një profesor që ka 20 vjet, 30 vitet e fundit që mëson vetëm matematikë. Dhe për ne mërzitet me ty i çojnë nervat fillon e vërtet kur ti nuk e gjen dot sa është dallori. Tipi ka 20 vitet e fundit që mëson vetëm dallorin. Për ne mërzitet. Ndërsa për ju që jeni në punë, ke parasysh kur të vjen një herë shefi e thotë bëje këtë gjën, shpejt pak lutem. Shumë bukur, ti shkon e bën atë që tha shefi më bë, ashtu si tha më e bë. Pa pritur të merr telefonin e thotë po pse më ashtu bëhet, si sa prej çik mene me i kuptu vetë sa gjona më plak. Shefi ka 20 vitet e fundit që është pronari i këtij biznesit. Ai di shumë më tepër për këtë biznes se ç'di ti. Normal që di më tepër se ti. Puna është pse nuk ti kërkon gjërat që do, ha? Sepse kjo siç ju thash quhet mallkimi i njohurisë. Nëse shefi e di këtë gjë, ai mendon se e din gjithë dhe pranë mërzitet me ty kur ti nuk e di, si se qit qimen nga qulli. Kështu funksionon truri jot dhe i gjithë tjerëve. Në momentin që ti nuk e di diçka, ty duken genial njerëzit që e din. Në momentin që e mëson, të duken budallëj njerëzit që nuk e din. Si është puna pra të lidhi muhabetin. Të dyja këto janë mashtrim që ta thot truri jot ty. Asnjëherë nuk është e vërtetë. As njerëzit që kanë më pak informacion se ti nuk janë budallëj, sa aq kisha edhe ti deri dje, paske qenë ti budalla. As njerëzit që dinë më shumë informacion se ti nuk janë genial, sa aq do dish ti nesër, ti do jesh genial nesër. Të dyja anët e këtij ekuacioni janë falso, janë mashtrim që ta thot truri jot ty. Ç'është inferioriteti superioriteti. Kështu që e para herë dhe më rëndësishme, duhet të kesh kujdes nga njerëzit që kanë informacion më shumë se ti. Ato mund bëjnë sikur kanë më shumë informacion. Këto njerëz manipulojnë shumë kollaj sepse ti mendon se ato janë genial, kur në fakt janë çik më të zgjuar se ti. Budallëj me fjalë. Pa mend, nëse ky tipi që ty duket i zgjuar, është qoftë edhe 1 vit më i madh se ti, ky ka 1 vit më tepër jetë se ti. Ai supozohet të jetë më i zgjuar se ti. Dhe e dyta, pastaj duhet keni kujdes nga vetja juaj, se siç folëm më parë, nëse ti e di fjalën e pantonimit, ty duken budallëj gjithë njerëzit që nuk e dinë. Besoj ke vurë këtë gjë të vetën. Nëse ti di diçka dhe gjithë tavolinën nuk e di, gjithë tavolinën janë budallëj në sy të tu. Po puna është vetëm këtë çështje ama, mato me 100 gjëra të tjera. Dhe e treta, merrni një këshill personale nga unë sot. Ju vetëm mos zgjut të bëni me kalimin e viteve. Me çdo ditë që kalon, ti je pak më i zgjut se ç'ishe dje, sidomos nëse ke bënë gabim dje. Ti je shumë më i zgjut se ç'ishe dje. Shumica e njerëzve kur janë të vegjël kanë shumë pyetje. Pse u mak kështu, pse u bak kështu? Kur rriteni, vdes këndesi. Ka pastaj ca njerëz tjerë që mund të jesh ti që nuk i vdes kurr, nuk ndalojnë kurrë së pyeturi pse. Dhe këto njerëz vetëm depresiv bëhen, sepse në llogarinë që sapo bëm, që njohuria na që ka mallkim, nuk është gjë e mirë. Dhe duke marrë në konsiderat faktin që ke vurë besoj për çdo një pse që të përgjigjet ka një 7, 8, 9, 10 pse të tjera që lindin. Unë tim pak fjalë nuk do të çekena kurrë të përmbushur, s'do na mbaroj kurrë pse. Për çdo pse, për çdo pyetje të re që ti jep përgjigje, ke qenë budalla deri dje që nuk e dije dhe gjithë njerëzit që nuk e dinë janë budallëj. Dhe siç folëm, ky cikël nuk mbaron kurrë, sepse ti me çdo ditë që kalon ti bëhesh më i zgjut. Kështu që me pak fjalë duhet të përgatitesh. Nëse ke ndërmend me vazhdu me pyet pse, atëherë duhet të jesh i përgatitur me depresionin që do vi gjatë jetës. Ti do bëhesh gjithmonë më tepër, eksponencialisht, më depresiv dhe më i pasjellshëm me të tjerët. Kjo është jeta jote. Gjithë ky problem na vjen nga fakti që nuk ndalojmë dot të pyetur pse. Ne duam njohuri gjithmonë më tepër, që është mallkim. Dhe këtu pastaj ndahet shoqëria mes zgjahtarëve dhe presë. Ca njerëz, shumica e njerëzve e kuptojnë që fëmiri që njohuria baras depresion, kështu që ndalon të pyeturi pse. Dhe pastaj ka ca njerëz tjerë që vendosen me ignoru depresionin personal, nuk i plas fare për depresionin e vet dhe vazhdojnë pyesin pse për gjithmonë. Kështu ndahet shoqëria. Ka njerëz që kanë futur të taku me truri që 5 vjeç do nuk pyesin më pse, dhe ka njerëz tjerë që nuk ndalojnë kurrë të pyeturi pse. Dhe ato do ju han gjallë. Dhe me këtë logjik, me këtë llogari që bëm sot, kush na doli më vërtet mallkim? Njohuria është gjë e keqe apo depresioni që vjen me të? Ti o plak e thjesht një little bitch që s'di më përballu depresionin. Dhe mos harro, gjithmonë më tepër do kesh, nuk shpëton dot.